Nuk e di, Dolian, ti më përmonte pak më përpara pjesën e Braillit. Po. Brailli është shkrimi, Shkrimi. një sistem 6 pikësh, E kuptoj. kombinimi të cilave krijon shkronjat, numrat dhe shenjat e pikësimit. Teknologjia që është kaq e zhvilluar në ditët e sotme, sa e ka ndihmuar një person me kufizim në shikim? E ka ndihmuar shumë. Shumë. Pra sot, çdo individ, çdo i ri sidomos, nuk mund të thotë që unë nuk e bëj dot. Sepse absolutisht unë nuk gjykoj askënd, sepse varet edhe nga mundësitë. Është ajo pjesa që unë fola në fillim, fati dhe përpjekjet. Pra, së pari ne duhet punojmë me familjet, këto familjet t'i forcojmë emocionalisht që fëmijën e tyre ta mbështesin për t'u shkolluar, që është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për të dalë në atë dritën e jetës, dhe teknologjia pastaj bën punën e vetë të shkëlqyer. Pra unë kujtoj kur unë kam qenë në klasë të parë, me anë të një makine shkrimi apo disa pajisjeve të tjera shumë të thjeshta, unë arrija të shkruaja dhe mësova shkrimin Braille. Kam patur fatin që në qytetin e Vlorës, nëpërmjet arsimit gjithëpërfshirës, atëherë nuk ishte i ligjëruar, një shoqat italiane më mësoi mësuese ndihmëse e cila dinte shkrimin Braille, që ma mësoi dhe ma asistonte në çdo orë mësimi. Në çfarë moshe ke mësuar eksaktësisht? 7 vjeç. Po, kam mësuar shkrimin Braille nëpërmjet mësueses time ndihmëse. Paralelisht e mësonte dhe mami ime, e cila më ndiqte në shtëpi, më kontrollonte me detyrat e shtëpisë. Dhe sot ky shkrim Braille nuk është më vetëm në formatet thjeshta, letër dhe makinë shkrimi, por është dhe në telefonin ton. Pra kemi një program folës që lexon çdo gjë që ndodhet në ekran. Ashtu si dhe kemi shkrimin Braille që unë ty mund të shkruaj, pra nuk është vetëm nevoja ne të flasim, por mund të komunikojmë shumë mirë edhe me të shkruar. Mund të na bësh një demonstrim për të gjithë audiencën për ta kuptuar më konkretisht se si përdoret formati Braille? Patjetër. Pra po të dëgjosh, thot datën dhe orën. Okej. Pra ty të informon për pjesën e kohës. Po. Okej. Dhe unë këtu jam tek Braille. Dhe ti shikon një sistem pra është në gjuhën angleze jo e përshtatur në shqip? Është në gjuhën angleze dhe tekstin që ti ma dërgon në shqip ma lexon. Ajo e transmeton e përkthen në. Jo, e lexon si një anglez që mund të lexonte në shqip. Pra vetëm me tekst. E kuptoj. Por që shqip është mesazhi, si ti ma ke dërguar. E kuptoj. Dhe tani po të shikosh, këtu është, nuk e di nëse është mundur për kamerë. Pra shikon që ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe kombinimi i këtyre, unë mbaj në këtë pozicion të gjerë telefonin, unë mundem që të shkruaj mesazhe, raporte pune, në këtë lloj forme shkruaj detyrat e kursit. Pra, në këtë lloj forme unë kam arritur dhe të studioj. Ngjan si një instrument dhe ti je një instrumentiste që arrin të ndërtosh rrugën tënde të komunikimit me pjesën tjetër të botës. Po. Do të thënë që nga pozicionimi që ti e mban, sikur ti i bie një instrumenti. Por që mësohesh. Pra, patjetër, ma do më falësh vetëm 1 sekond. Po. Dhe unë po shkoj në mesazhet me ty. Okej, mund ta shikoj dhe unë më pas. Patjetër, si ti të mbërrish. Se pas kemi folë shumë Enxhi. Kemi folë shumë patjetër. Diçka që ti mund të ma thuash. Jemi? Jemi tek podcasti. Në Renault për të? Renault ndryshe. Renault ndryshe. Aha. Dhe u shkruaj këtu. Mund ta shikoj pak tekstin? Po, mund t'ja tregoj pa kamerës të Po, dhe unë tani sa ty. Pra, ja ku jemi këtu, jemi në Renault ndryshe. Pra, plani e fokusoj për të parë edhe audiencë që ti ke arritur të shkruaj një tekst. Të shkruash vetë përmes formatit këtij programi. Sa e përdorin Doliana këtë format? Njerëzit që kanë një problematik të ngjashme me ty. Të rinjt, sidomos, mendoj që e përdorim mjaftueshëm. Tani unë nuk besoj se jam në dieni të gjithëve, por miq të mit, pra në rrethet që unë njoh, të rinjt janë goxha të avancuar në këtë pjesë. Doliana dashur, një miku im me aftësi të kufizuar në shikim, me verbëri të plot, pra në të njëjtin status se ty, më pati thënë dikur, e di Enxhi që ne ndonjëherë shohim më shumë se sa ju. Pra edhe pse kemi një kufizim në shpirt,
shohim më shumë, kuptoj më shumë, ndjej më shumë. Është e vërtet kjo? Të ka ndodhur dhe ty? Tani kjo është diçka që ju na i vini më shumë dukje se ne mund ta themi vetë. Sepse unë mendoj që njeriu nuk shikon me sy, shikon me mendje dhe me zemër. Me sy është e vërtet që kapet 70% e informacionit, por ne jemi të vetëdijshëm që në 100% të informacionit jo 100% është i nevojshëm. Dhe ndonjëherë ky informacioni që ju merrni me sy, unë trurin do ta paralelizoj me një USB. Dhe ajo USB-ja ngarkohet shumë me imazhe. Duke u ngarkuar me imazhe, ju nuk i jepni mundësi mendjes që të marri ato informacione që janë më të vlefshme, ndërsa ju e përpunoni shpirtërore. Ju e përpunoni më shpejt. Ne zhvillojmë shqisat e tjera më tepër sepse kemi të nevojshme. Pra nxit nuk e duhet që diçka ta perceptojnë nëpërmjet të prekurit, ndërsa mua më duhet dhe un kam të prekurit, përqendrimin mendor, të dëgjuarit, ato shqisa të cilat mua më ndihmojnë për të zvendësuar shikimin në një lloj forme. Më bën kurioztare të pyes dhe për këtë doja në fakt të thellohesha pak në këtë bisedë. Si arrin ta krijosh përfytyrimin? Pra një kujtesë jote si ndërtohet? Ndërtohet nga një tingull zanor, ndërtohet edhe nga një prekje, pra kush janë gjithë mekanizmat që ti i vendos në lëvizje? Janë pikërisht këto treja që unë të thash më parë, që është informacioni, pra që përthithet nëpërmjet përqendrimit mendor, pra çfarë ne dëgjojmë dhe çfarë ne prekim dhe memorizojmë. Pra, një shoqja ime, kur unë kam qenë në gjimnaz, më ka bërë një pyetje. Si e shikoni ju ëndrat? Dhe unë e thash që ne ëndrat e shikojmë në version audio. Apo më pëtresh. Përgjigje epike kjo. Por ndodh diçka, për personat që kanë parë më parë dhe e kanë humbur shikimin, më kanë thënë që shikojnë ëndrat si kanë përjetuar më përpara. Duke qenë se ëndrat janë përjetime të përditshmërisë tonë në më të shumtën e rasteve, ne shikojmë ëndrat ashtu si i përjetojmë. Pra, ato detaje që ne kapim nëpërmjet